Mirëmëngjes, përshëndetje, mirë se vini në kanalin tim. Unë jam Eleana, sot kemi një vlog të ri. Unë kam filluar po lyem, sot dita është e premte. Kam këtu edhe kafen time që të nisë të zjojmë pak. Sa u zjova sot, vajta takova kontabilisten time, me të cilën kishim takim në orën 10. Vajta që të bëj deklarat tatimore, kështu thot që quhet këtu. Me pak fjalë pash sa taksa do paguaj si vjet. Do me thënë, nisi dita kështu bukur. Kam kuptuar që nuk më pëlqen të jem e rritur, sepse isha fëmijë dikur, nuk rria të merresha të çaja kokën për këto gjërat, për taksa, për pagesa, për makinën, siguracion, të gjithë këto gjërat, unë nuk i mendoja dikur. Edhe tani kam arritur në këtë moshë që duhet unë të merrem me këto gjërat që janë të mijat. Edhe nuk disi nuk më pëlqen kjo gjëja. Dua të jem përsëri e vogël, të mos kem këto strese, këto ankse në kokën time. I don't like adult life. What can I do about it? Edhe arsye që po luem momentalisht është sepse do ik për pak, do takohem me Janin, me shokun tim, me të cilin do shkojmë në një si tip bazar, po nuk është bazar, është quhet Thrifticon, bëhet një herë në vit këtu në Athinë, edhe ka vetëm gjëra thrifted, të gjitha të mbledhura në një vend që mundesh të shkosh ti shikosh, edhe është nga bazaret më të mëdha që bën me të përdorura në Athinë, kështu që kisha shumë qejf të shkoj. Sot është dita e parë që bëhet, edhe prandaj kam edhe akoma më shumë entuziazëm, sepse do mbaj vetëm për 3 ditë, sot, nesër edhe pas nesër, edhe unë e pash dje, edhe thash fantastike, sepse ditën e parë ke më shumë gjëra të shofësh, nuk kanë vajtur akoma shumë njerëz, edhe ke akoma opsione, ato gjëra të mira. Kështu që shpresoj të gjej ndonjë gjë të bukur sot, nuk kam vajtur ndonjëherë tjetër, se bëhet çdo vit, e kam parë unë që bëhet çdo vit, po thjesht nuk ka rastisur të shkoj, shikoja gjithmonë mbasi ishte bërë, që kishin vajtur gocat edhe thoshin, tani do ju bëj hol me gjërat që mora që atje, edhe thoja gjithmonë, edhe unë dua të shkoj, pse nuk e pash më para këtë ende, edhe rastisi si vjet që e pash, kështu që jam me fat. Nduket make-upi jon për sot është okay, dhe tani duhet të vishem, sepse Jani më mori në telefon më tha që unë jam gati, ti çfarë po bën? Unë i thash, po, edhe unë, tani për 5 minuta. Unë ndërkohë sa kisha filluar të lyesha, po do ja dalim. Goca është gati, outfiti për sot duket disi kështu, nuk bën fokus kjo kamera. Prisni, se kam veshur xhaketë elegante nga lart të zezë, bluzë gri nga brenda që është pullover me këtë qafën V këtu para. Kam veshur treqe nga poshtë të zeza të thjeshta, çizmet e mia të cilat janë si tip lëkure, edhe i vesha stile sepse ka filluar shiu, edhe kisha frikë të vesh atlete normale mos më lagjeshin, sepse atletet e mia siç mundeni të shikoni janë të gjitha me vrima. Një çantë të zezë të thjeshtë në krah, edhe shumë thjesht, shumë bukur për sot. Ka erdhur edhe Jani, po më pret këtu te dera. Outfiti Janit është kapele, pullover, tuta gri, edhe këto këpucët të cilat janë, ç'a janë? Okay, let's go. Ç'a janë këpucët? Jordan 4, edhe jemi gati. Na mori edhe kafe. Ti prem në po. Nisemi. So hot when I shock my body. Come on, come alive. If you want a good time, you got me. Lights, camera, action. Make you wanna love somebody. Drowning in these lights. Fever colored high. Do you like it like that? Better heart, never beat, beat, beat so fast. Drop it up, down, back. Falling like a domino. We're dancing on moonlight cosmic. All I wanna do. Që kjo ideja sot të shkoj në të përdorurat nuk ishte shumë e mirë, sepse unë bëra dëm te portofolim, prisha lekët e mia, edhe kam marrë 3 gjëra në total, sepse nuk ishin
të përdorurat, ato që themi ne që i gjejmë 2-3 euro, 5, hajde mo, ishin thrift, të tipit gjëra që i kishin seleksionuar, e dinin qa vlerë ka, do me thënë gjaketa që mirja unë, e dinte ajo tjetra që është gjaket e mirë, është gjaket lëkure, edhe ishin çmimet më të larta, të tipit 40-50 euro për gjaketa, lëkure e këto. Unë mora 2 gjakete, do ja u tregoj pastaj, po bëra dëm. Po tani dua ta haroj, kështu që erdhëm të pim një kafe, ta marrim pak veten, edhe pastaj të rikthejmë në shtëpi se më ka bërë edhe mami drek, edhe mezi po pres të haj nuk kam ngrënë as mëngjes. Ajo e hëngra mëngjes. Po gënjej. Edhe Jani mori 2-3 gjëra, do ja u tregoj pastaj, po Jani bëri blerje të mençura, edhe unë nuk e dija në atë moment, ma tregoj pastaj edhe do ju shpjegoj pak më vonë ç'a dua t'i them me këtë gjë. Por në përgjithësi organizimi e gjithë kjo gjëja që pam ishte shumë e bukur, kishte cepa të ndryshme me si tip magazina, edhe ishin të dekoruara, kishte njerëz në çdo cep, kishte fotograf, videograf, shumë bukur si organizim. Po të jeni në Athinë, unë do e super rekomandoj, është në qendër, kollaj të vini, unë me tren erdha. Edhe do ja u le emrin e organizimit diku këtu lart. Këtu duket edhe kamba ime, ndërkohë nuk duket shumë bukur, po duket. Tipis για μένα. Lekja kam ato. Sa u ktheva në shtëpi, edhe erdha direkt në kuzhinë, sepse ka vajtur ora 4 e drekës. 5 e mbas ditës, edhe unë nuk kam ngrënë akoma drek. Mami ka bërë schnitzel në kuzhinë, më kanë lënë edhe pak sallat. Kështu që do haj shpejt e shpejt, sepse unë duhet për gjysmore të ikë përsëri nga shtëpia, sepse sot kam të filmoj një video që do jetë promo për Instagram. Edhe kjo promo video do jetë për diçka që nuk do flas akoma këtu. Shpresoj të dal e bukur, na ka kapur kështu kreativiteti këtë ditë, edhe duhet ta bëj me kushurinë. Dhe shikoni në Instagram, më ndiqni edhe atje. Kështu që po haj shpejt edhe nisemi. Po bëhet rumuj këtu në kuzhinë, sepse siç mundeni të shikoni është prishur sirtari i parë, të cilin e kemi këtu momentalisht, që ka gjithë lugët, pirunat, thikët e të gjitha këto gjërat brenda. Dhe me sa po kuptoj, po mundet babi ta rregulloj, po derisa të vihet në vend, duhet të jetë situata kjo. Kështu që na falni për rumuj në këtë video. Para se të ik, do i bëj një hol të shpejt me gjërat që mora te ai bazari që isha. Do nis t'ju tregoj rrobat e Janit, sepse mi dha që t'i tregoj te vlogu. Atëre Jani mori një paltuta, të cilat janë edhe gjigante, tani që po i shikoj, të cilat janë Nike, edhe kanë këtë vjen këtu në anë, janë kështu stil vintage, i rinin mirë në trup, kështu që i mori. Më duket këto, nuk e mbaj mend sa bënin të Janit, nuk e kam iden fare. Edhe mori edhe këtë bluzën, këtu, të cilën unë kur e pash thash, okay, një bluzë. Do me thënë nuk ishte kuptim të trurim, edhe bënte 23 euro. Edhe më tha Jani, jo, unë këtë duhet ta marr me patjetër. I them unë, qa ka një bluzë e thjeshtë, është e gjen edhe, do me thënë, te Zara me 20 euro, pse ti japësh 40. Edhe pastaj kur dolëm nga atje, më shpjegovi që kjo është brand, edhe quhet Stussy, nduket. Po e di unë. Kjo është shumë e shtrenjtë, është koleksion e vjetër, edhe më thot që tani nuk del më, do me thënë, edhe tani e shesin shumë shtrenjtë njerëzit që e kanë këtë bluzën. Edhe hyrëm realisht në internet, edhe pash që kjo bluza këtu kushtonte 400 euro. 400 euro. Nuk e di po e kuptoni këtë gjë që po ju them. Edhe e mori me 40. Kështu që kjo ishte një blerje shumë e zgjuar. Do them unë nga ana ime se edhe po do mund ta vesh 2 herë pastaj ta shes. Edhe të marr jo 2 fishin, 3 fishin, 4 fishin e lekëve që dha. Edhe tani ka erdhur ora t'ju tregoj gjërat që mora unë. Do filloj me syzet, të cilat i mora 10 euro. Edhe nuk kam fare syze të tilla, këtë stilin këtu, që është pak më 2000s, më vintage. Edhe mendoja që nuk do më shkonin, po kur i vesha, kaluan 3 veta, edhe më thanë që të shkojnë shumë këto syzet, edhe duhet i marrësh. 3 veta jo që punonin atje, 3 veta që thjesht ishin atje dhe bënin shopping, e kuptoni? Edhe vjen pastaj një gocë më thot, do i marrësh se i pash në fytyrën tënde të më pëlqejnë, po mendoj t'i marr unë. Edhe i thash, më fal, më vjen keq, po mendoj t'i marr. Edhe përfundova t'i marr. Nice. Për 10 euro janë shumë nice, normale që nuk kanë ndonjë gjë super wow, po
Thash pse jo. Edhe tani kaloj në blerje pak më të bukura. Mora një xhaketë prej lëkure. Është lëkure vërtet, më tha ajo zonja që ma shiti, edhe shpresoj të më ketë thënë të vërtetën. Është e rëndë, nuk është nga to xhaketat e lëkurës e Zarës për shembull, e kupton diferencën. Duket që është vintage, por unë kërkoja shumë kohë një xhaketë më të shkurtër prej lëkure, sepse shikoja outfitet që desha të krijoj, edhe në të gjitha mungonte kjo xhaketa që mora tani, të cilën do e provoj, prisni të heq këtë, që të kuptoni tamam si më ri. Po shumë bukur. Kjo ishte e shtrenjtë për shembull. Kjo kushtonte 45 euro. E shtrenjtë, për mua e shtrenjtë sepse nuk jam mësuar të jap kaq shumë lek, sidomos për gjëra që janë të përdorura. Po e vërtet është që më pëlqevi shumë, edhe kur e vesha thash këtë do e marr. Ri kështu, edhe ka edhe këtë në mes, të cilën unë e lidh. Duket disi kështu tani. Duket. Nuk e di, mua më pëlqeu shumë. E mor edhe motrën në telefon atë moment, i thash, motra, më thuaj, ç'a të bëj? Nuk e di. Më pëlqen, ta marr, të mos e marr. Është 45 euro. Edhe motra më tha që i pëlqevi, kështu që edhe unë thash pastaj, okay, dhe marr. Edhe thjesht mendova që këto xhaketat janë më interesante, më të veçanta, sepse nuk i gjen në Zara. Do e kem vetëm unë këtë copë, nuk do e ken edhe 1000 njerëz të tjerë, jo 1000, po shumë njerëz të tjerë. Edhe thash, okay, do investoj pak sot. Këto gjërat bëj unë edhe pastaj ngelem pa lek, por hajt mo, le ta parakalojmë këtë pjesë. Edhe t'ju tregoj blerjen e fundit për sot që bëra. Kam këtu në duart e mia një trench coat, të cilën sa e pash thash, wow. Nuk isha ngjyrë të tillë, edhe e vesha, edhe pastaj thash prap wow. Bëra shëndashuri e mora, s'kam ç'bëj. Tani këtë nuk kam si t'ju tregoj, duhet më duket të shkoj në pasyrë që ta shikoni të gjithën, sepse nuk mundeni të shikoni asgjë. Edhe kjo kushtonte 40 euro, dua t'ju them, por prisni ta shikoni në pasyrë. Ku jemi prap, u ritakuam. Edhe këtu kemi edhe një maçok. Një maçok kemi këtu. Shikoni. Koko. Që shine Koko? Atje brenda kemi Manuelin, të cilin po e bën video Devi, që është këtu me kamera, të cilin nuk ju tregoj tani. Edhe këtu është shoku i ngushtë i Devit, i cili punon edhe i qeth të gjithë. Ja si qet edhe dyqani që ka. Të vini sepse është barberi më i mirë në Athinë. Mbas kaq orëve që isha nëpër rrugë, u ktheva më në fund në shtëpi. Kam vajtur që të kuptoni situatën time. Berber që qetheshe Emanueli që ta kap video. Pastaj vajtëm në një kafe që të kap video Nadin. Pastaj vajtëm te shtëpia e Brunës që të kap Brunon video. Pastaj vajtëm te kërcimi që të kap Irinin video që po kërcente. Edhe situata ime, kam kaluar diku te 4 orë. Situata ime nuk është mirë. Kam filluar edhe po shkalloj. Ka filluar dhimbje koke. Vjem që po vdes për bukë, sepse dreka që hëngra ishte një copë mish kaq. Edhe po më hajt, edhe po më dhem koka, edhe nuk kam mbaruar me punën për sot, sepse tani do hajt, do bëj banjë, edhe kam të bëj editim. Edhe ndim që nuk duroj më. Disi jam lodhur, disi 24 orë nuk më duken mjaftueshëm kohë që të bëj gjithë punët që kam të bëj. Duhet dita të jetë me më shumë orë që të arriti bëj të gjitha, po shpresoj t'ja dalë, sepse edhe nesër kemi ditë të gjatë, edhe nesër duhet të zyem herët në mëngjes, sepse nesër, nuk e kam thënë këtu akoma, por nesër nisemi për Itali. Do shkoj bashkë me Devin te motra e të Klajdi në Itali. Kështu që duhet nesër të përgatisim valixhen. Unë nuk kam valixhe, po duhet të përgatisim valixhen e Devit, sepse edhe Devi është pak si fëmijë i vogël. Më thot, hajde, nesër do vish nga shtëpia ime që të bëjmë valixhen bashkë gati. Kam të bëj këtë pjesën. Unë do marr vetëm një çantë shpine, por duhet të gjej disa fustanka të marr me vete, sepse në Itali do shkojmë edhe një mini udhëtim kur të jemi atje në Toskanë. Kështu që më duhen fustane për Toskani, që do kemi një Airbnb të bukur dhe shikoni mezi po pres të shkoj t'ju bëj edhe room tour edhe të gjitha. Kështu që duhet të përgatis edhe unë gjërat e mia. Edhe dita është e gjatë për nesër. Por momentalisht ndihem e lumtur sepse
erdha në shtëpi edhe mami na ka bërë petullushka. Petullushka! Kisha shumë kohë të haj petulla, kështu që edhe ka vënë edhe në furrë qofte me patate, që do me thënë ndihem vajza më e lumtur në botë, sepse po më haj buk. Ora ka vajtur 1:30 e natës. Edhe unë tani po e mbyll laptopin, sepse nuk duroj ma të tipit do bje poshtë, do më vjen të fikt. Edhe nuk mbarova me punën. Jo, kam akoma. Po do e le për nesër në mëngjes se nuk durojre. Unë s'kam bërë banjë akoma. Unë duhet të hy të bëj banjë edhe ne do shifemi nesër sepse kam nevojë për gjumë. Realisht. Është dita tjetër, përshëndet. Unë ndjej fjeta në orën 2:30. Nuk arrita as të bëj banjë, sepse nuk isha fuqi, edhe thjesht ushtriva, fjeta gjumë, sot u zjova në mëngjes. Edhe vazhdova punë, se kisha prap editim, kisha punë në laptop. Pastaj mbasi mbarova, hyra bëra banjë, flokët e mia të gjitha, siç mundeni të shikoni, as nuk i kam rregulluar, kështu i kam lënë. Si leshko do dal jashtë, do lenam, po s'ka gjë. Edhe erdha te shtëpia e David, sepse ne kishim thënë në mëngjes të vi që të rregullojmë bashkë valixhen e tij. Nuk arrita, normalisht, kisha të bëje check-inin e të gjitha, isha stresuar sepse diçka kishte patur ajo aplikacioni e Ryanair, edhe nuk hapeshe. Edhe mbyllesh edhe hapesh, edhe mbyllesh edhe hapesh, edhe nuk më linte pastaj të hyja te profili im. Edhe isha stresuar, nuk kisha bërë check-in, nuk kisha bileta, por sot thash po ç'a do bëjmë, duhet të shkojmë në aeroport 5 orë para, që të shohim ç'a mundemi të bëjmë me check-inin këthe. Ja dola më në fund, erdha këtu, edhe valixha është gati. Dua të heq vetëm make-upet e mia që i kam vënë këtu brenda që të rregulloj pak këtë fytyrën, që është e lodhur, e kputur, të bëjmë pak e bukur të paktën. Edhe nuk mundem të besoj akoma që për pak orë do jemi në Itali. Ne në Itali arrim në orën 10:01 të natës. Kështu që do shkojmë atje, do bëj thjesht një banjë besoj të shpejt, edhe pastaj do duhet të rregulloj valixhe tjetër, sepse nesër të dielën nisemi për Toskani. Toskani, nuk e di si ta them. Që do shkojmë atje për 3 ditë, sepse nesër janë pashkët e katolikëve, që ka klajdi, do me thënë leje nga puna. Edhe prandaj i kemi pronontuar të shkojmë tani, që mundemi të shkojmë të vizitojmë edhe një vend të ri. Unë në Toskani nuk kam mbajtur donjëherë. Edhe me që do shkoj në Itali me çantë shpine, nuk kam rroba me vete, duhet të shkoj në Itali sot edhe të bëj valixhe gati që do marr nesër për udhëtim tjetër. E kuptoni gjithë këtë situatën që do bëhet? Rumuj. Por shpresoj të jetë atje bukur, edhe le të shkojmë në banjë të luhemi. Faleminderit për tripodin dhe kaqër. Është Davi mbrapa kamerës. Kam veshur rroba të thjeshta për në rrugë, të bluzën këtu të bardhë, edhe xhinse të bardha nga poshtë. Më bën që të jem rehat, sepse këto xhinset janë edhe pak të gjera, kështu që nuk më ngushtojnë. Thjesht po mendoj tani që nuk do rim bashkë me Davin në avion, edhe të dy e kemi vendin në mes. Me thënë, unë jam 10B, kurse Davi është 33B. Edhe jemi shumë larg njëri nga tjetri, unë jam shumë para, Davi është shumë brapa, thojse në fund të avionit, edhe jemi të dy në mes, kështu që nuk do ulemi bashk. Edhe nuk e di si do kaloj ora në avion, kam marrë një libër me vete, edhe u kujtova mora edhe AirPods-at e mia, kështu që shpresoj të vë pak muzikë, pak diçka që të kaloj ora, sepse do ju thoshja tani që me shumë mundësi do fle, po kam frikë që unë kur i në mes nuk mundem të fle fare, sepse është gjëja më jo e rehatshme në botë të rish në mes. Nuk je ku ta vesh kokën, si këtej si andej, nuk je vend, je kështu pak shtrënguar, je në atë sikletin që mos prek njëri nga këtej, mos prek tjetri nga ana andej edhe ja besdi. Të gjitha këto gjërat, kështu që nuk e di si do kaloj ora. Nuk e marr as kamera me vete që ta kuptoni, sepse nuk kisha vend. Kam një çantë shpine, kam marr 3 fustane në total, të cilat i kam marr vetëm që t'i kem në Itali, po duhet të bëj ndonjë foto të bukur. Ato fustanet që e di që më shkojnë, sepse ka edhe motra, po ndonjëherë motra e kam asën pak më të vogël se e imja, që është edhe me dobët se unë, kështu që nuk është që ekstra smoli nuk më bën që vesh motra, po ndonjëherë më ri shumë e ngushtë edhe nuk më pëlqen, si ri, lart meje. Edhe mora 3 fustane të cilat e di që më bëjnë edhe më ri më bukur. Edhe me 3 fustane çanta plot.
Do me thënë, për pak do bëj bum. Preset mos na thohin ndonjë gjë për çantën, mos u aguaj lekë ekstra, sepse ati realisht do shaj. Ati dikë do shaj. Pak rrush, të mos dukemi kështu si fantasma. Ndërkohë në aeroport do na çoj Nadia, kushërira ime, do jap makinën time të na çoj deri në aeroport e të kthehet pastaj. Edhe unë mendoja që do vite shtëpia e Davidit e pastaj do shkojmë direkt te Nadi që të na çojë në aeroport. Haha. Normali që harova kremrat e mia në shtëpi, kështu që do rikthehem në shtëpi që ti marr edhe pastaj do shkoj te Nadia që të ikim. Kështu që fantastike situata. Unë jam një person që haron çdo gjë, kështu që isha e sigurt kur ika sot nga shtëpia që diçka kam haruar. Po të paktën u kujtova herët e pastaj po të kisha vajtur në Itali, s'kisha ç'bëja. Super. Të gjitha do shkojnë mirë. Të gjitha do shkojnë mirë. Unë nuk desha të vë maskara, po e vura, sepse po flas këtu edhe haroj qa mendoj unë. Ju them, haroj shumë, nuk është që haroj pak. Është problemi madh kjo që kam. Dalëm nga shtëpia, po shkojmë të marrim tani ndonjë kafe, ndonjë gjë të kemi me vete. Ç'a ke? Kafe do marrim tjetër. Do marrim tjetër kafe dhe do marrim edhe ndonjë gjë të hajmë tani, të kemi edhe për rrugës edhe jam sa e lumtur sepse do shkoj në Itali. Ju kishte munguar ke backgroundi të vlogjet e mia, sepse nuk e kishte munguar se i shikoni te vlogjet e motrës, po e kuptoni pak ç'a do të them. Arritëm te shtëpia e motrës, ndaluam pak në rrugë, hëngrëm pak McDonald's, mua tani më ka kapur barku. Nuk vajti shumë mirë kjo gjëja që bëm, po s'ka gjë, do lëm në anë. Edhe të gjithë kanë dalë jashtë, po bëjnë muhabet, po qeshin tani me sa kuptoj diçka, një zarar ka bërë Klajdi tani, nuk e kam kuptuar fix ç'a, sepse unë thash të vi këtu. Edhe t'ju them një gjë që mësova sot është që nuk duhet të postoni story në Instagram kur udhëtoni. Vetëm mbasi keni arritur te destinacioni, ose më mirë të postoni kur të ktheheni nga udhëtimi. Do me thënë të keni vajtur, të keni kaluar bukur e pastaj të postoni gjithë fotot, videot që keni nga udhëtimi, sepse një herë e bëra të postoj story para se të ik për udhëtim, edhe u bë nami. Që thoni ishim në radhë, prisnim atje te radha që është që të lesh valixhet. Ndërkohë Devi kishte marrë një valixhe vogël, 10 kilshe, pse kisha prerë bilet me priority që të mundet të ketë një valixhe me vete. Atë valixhe normalisht e thot edhe bilete që e merr lart me vete te avioni, nuk e le te check-ini, do me thënë nuk ja le atyrve. Por unë shumë herë që kam vajtur edhe kam ashtu biletën, ma kanë marrë valixhen. Edhe thash, le ta lem këtu, valixhen tënde, të shohim mos e marrin këta sot, sepse mua gjithmonë ma marrin, që të mos e kesh me vete, do me thënë i thash David me në avion, të mos kemi bagazhe këte janë. Përveç që pritëm një orë ca te radha, sepse ishin vetëm 2 veta edhe e shikonim në ato vetat që punonin 2 gra në moshë të madhe, edhe çdo person që kalonte atje i vinin job që të paguaj më shumë. Të gjithë i bënin kontroll për çantat, për valixhet, për të gjitha. Edhe unë shikoja që të gjithë paguanin atje. Edhe isha pak në siklet, po thash hajde të shkojmë të shohim ç'a do ndodh. Edhe vjen në radha jonë më në fund, shkojmë atje ne, na thot, unë nuk mundem të marrë valixhen tuaj për check-in, sepse është që ta keni lërt në avion. I tham edhe ne, okay, do e marrim me vete. Na thot, po me që jeni këtu, kemi atë që kontrollojmë valixhet, vereni brenda që të shohim po nxe. Edhe ati ishte momenti që unë desha ta pras veten. E vuri Devi valixhen e tim, edhe ishte qa t'ju them unë, 2 centimetra pak më ndej se sa ishte ajo vija që duheshe. Edhe Devi nuk e kishte mbushur valixhen, do me thënë kur e shtynte me duart, mbylleshe, edhe ishte tamam sa që duheshe. E shikon ajo na thot duhet paguani 37 euro sa na tha, sepse është më e madhe se sa duhet, këtë janë. I tham ne nuk paguajmë. Pse të paguajmë? Do me thënë, valixhi është thuajse bosh.
është sikur na tallni te surati jon. Jo se nuk I keni për masa të mira te valizhja, edhe nuk do nxej atje lart te sirtari që vijnë valizhet në avion edhe do krijoni problem, kështu që duhet paguani. Që do me thënë, nuk kishte kuptim asgjë nga këto, I thash po te check-ini te gate-i jon, kur të shkojmë, mundemi ta kontrollojmë atje valizhen? Tha, edhe atje ka që ta kontrolloni. Edhe I thash, okay, do e marrim me vete ta shohim mandej. Sepse thashon do ketë staf tjetër atje dhe nuk do na bëjnë shamat. Se dukeshin njerëzit që ishin, do me thënë, deshin të paguajnë. Edhe na thot, jo, unë nuk mundem t'ju le të ikni, edhe nuk më lejohet t'ju le, sepse do krijoni radh pastaj që do rini të paguani lart, edhe ta dini që atje do shkoni dhe do paguani 75 euro, jo 37, që ju them unë tani, edhe njerëz si ju krijojnë problemet tona në punë, edhe fillovi thriste me të madhe, o po thash, çapati kjo, nuk ishte mirë fare ajo zonja. Edhe thjesht e pash Davin, I thash, mirë, hajde ikim, se kjo do vazhdoj për shumë akoma. Edhe sa shkojmë të ikim në thot, e di emrin tënd, se ma dhe biletën, kështu që do I them lart dhe të kontrollojmë. Edhe merr telefon direkt edhe I thot emrin e David. Edhe unë filloj qesh, pastaj më kapën nervat e mia, I thash David, hajde të shkojmë tani lart. David I hoqi edhe 2-3 gjëra nga valizhja që të mundte ta shtynte, edhe unë që kisha me vete një si tip lidhse, edhe I thash, po të sa në gjë tani, do e lidhëm valizhen rreth e rrotull, sepse mbylleshe ju them, po ta kapje, rinte valizhja. Edhe vajti Devi kalovi atje, I tha ja vere atje që ta kontrollojmë valizhen te gate-i, unë isha kështu, dridheshe gjitha nga nervat e mia, isha skuqur e gjitha, thash, nuk ka shans unë të paguaj sot 75 euro, nuk ka shans. Edhe vuri valizhen e pa jo që ishte pak me jashtë, edhe I tha David, ta dini që kjo është terë, do me thënë mbyllet edhe hapet, nuk është që ka brenda gjëra që ri jashtë. Edhe pa jo pak, tha, mirë, okay, s'ka që kalo. Edhe kaluam, edhe nuk paguam. Edhe në ato moment isha We are the champions, my friend. Fituam. Për sot desha pastaj të shkoj te ajo zonja që na bëri shamat edhe t'i them no, nuk paguam asgjë, as edhe një gjë. Edhe më ka caruar nervat Ryanair si kompani, nuk e dua fare, po ç'a të bëjmë që rikthehemi çdo herë te Ryanair sepse është e lirë. Edhe ne jemi të varfër. Nuk duam të harxojmë lek kot. Ja dolëm edhe për sot. Këto desha të them, të mos postoni story para se të ikni në udhëtim, sepse besoj që po të mos e kisha postuar atë storyn, asgjë nga këto nuk do kishte ndodhur. Edhe kështu dua të mendoj unë, ishte nga syri keq. Dikush më ka marrë mësysh. Edhe tani siç mundeni të kuptoni, është ora t'ju mbyll. T'ju le. Motra do vazhdoj vlogun e saj, kështu që do I shikoni të gjitha te kanali Motrës. Edhe ne, Motra, përshëndet vlogun tim njerëz se nuk përshëndetje, nuk thash asgjë. Ja. Përshëndetje, mirë se erdhët në vlogun e Motrës. Tani jo mirë se erdhët, mirë se ikni. Mirë se erdhët në shtëpinë time. Edhe ne do shihemi si gjithmonë te radhës. Mua.